Rritja e temperaturave ka shtuar nevojën për vaditjen e të mbjellave nga fermerët, por teksa kjo ka ndodhur, fermerët e shumë zonave në të gjithë qarkun Dibër nuk kanë ende ujë vaditës. Prefekti i qarkut Dibër, Nexhbedin Shehu, tha se në të katër bashkitë po punohet aktualisht për vënien në funksion të veprave vaditëse në mënyrë që fermerët të kenë ujë të paktën deri më 15 qershor. Fondet nga Ministria e Bujqësisë kanë ardhur për të gjitha bashkitë, një pjesë i kanë prokuruar, një pjesë kanë bler materiale dhe i pastrojnë kanalet vaditës vetë. Mendoj që fondet janë mjaftueshme nga raportimet që kanë bërë kryetarët e bashkive. Si vjet do kemi sipërfaqe më shumë se sa vjet të vaditur. Janë punë e sipër, po thuaj gjitha bashkitë, ndoshta pak më mbrapa është bashkia e Dibër se ka potencë në fund, po punojnë për hapjen e kanaleve. Unë them diku është ujë në krye të fshatrave dhe të parcelave të mbjella, diku nga 15 qershori e kemi gati. Para fillimi i sezonit, meqenëse edhe pranverë ka qenë më vonë, do jetë me ujë në të gjitha fermat bujqësore të qarkut. Sa i përket kanalit vaditës të Klosit, prefekti Nexhbedin Shehu tha se edhe në kanalin e Klosit po punohet për ta vendosur atë në funksion të plot për të gjithë luginën e matit, ashtu si veprat e tjera, edhe kjo vepër vaditëse për të jetë në funksion me datë 15 qershor. Kanali i Klosit që mbulon luginën e Klosit, nga informacioni që mora, është tenderuar mirëmbajtja, ditën e hanë fillon puna. Sipas raportime, e 10 ditë don kohën e nevojshme, maksimumi 15 qershori lëshohet ujë në gjithë kanalin e Klosit edhe. Ai, siç kemi biseduar, ka nevojë për ndërhyrje më të plot. Mbas kësaj vere do ketë një ndërhyrje nga bordi i kullimit për të rikonstruktuar nga fillimi në fund. Megjithse puna për vendosjen në funksion të veprave vaditëse kishte nisur herët, shirat e muajit maj dëmtuan shumë prej kanaleve, duke detyruar autoritetet të rikthehen për riparimin e dëmtimeve.